Sa fillon njeriu të kuptojë nga kjo botë? Fillon preokupimi. Sa fillon që të kuptojë se ç'është bota? Fillon preokupimi për të bërë një jetë më të mirë. Sa veta bëjmë përpjekje? Të gjithë bëjmë përpjekje për të bërë një jetë më të mirë. Është ngatruar jeta me fjalën mirëqenie. Fjala mirëqenie dhe jetë është përfshirë në një jetë. Jeta është vetëm në Jezus Krishti lart në qiell. Mos e ngatroni jetën me rerën. Mos e ngatroni jetën me vdekjen. Njerëzit i kanë ndruar vdekjes, ja kanë vënë emrin jetë. Procesin që është duke vdekur njeriu e ka quajtur jetë. Është duke vdekur dhe jemi duke jetuar. Vetë se kur është në shtratin e vdekjes, atëherë ndoshta kupton gjithçka, i hapen syt. Atëherë kupton që shtëpia e tij, banesa e tij shpirtërore ka qenë mbi rrë. Atëherë fillon të kuptoj. Njeriu duhet të di një gjë, jeta është në Jezus Krishti.